disiplinën shpirtërore. Është me të vërtet diçka e nevojshme për ne si të krishterë, disiplina shpirtërore. Po e keni menduar ndonjëherë mënyrën se si neve lutemi? A janë ato të drejta ose ashtu siç mendojmë neve? Ne përgjatë Biblës neve mësojmë disa lloj thuaç mënyra për t'u afruar me Zotin ose për t'u ushtruar shpirtërisht. E na bën neve të vëmendshëm për diçka të rritemi shpirtërisht. Nuk e di, keni vënë re çfarë përkujdesi e kushtojmë dhe ne vetes tonë kur jemi smur ose kur vuajmë në diçka, i kushtojmë vëmendje dietës, ushqimit. Çfarë ke hedhur? Kjo s'm bën mirë, kjo m'bën mirë. Ushqimet, ilaçet. Pra gjatë kohës që je i smur, pra që vuan, ke problem, ti bëhesh më i kujdesshëm. Dhe në momentin që ti fillon e ndihesh mirë, ti harron atë. Keni vënë re? Kjo do të thotë që neve vuajmë, në fakt, po ta vesh re, këtu në Shqipëri, neve vuajmë për disiplinë, neve vuajmë për organizim. E kemi shumë të vështirë që ta planifikojmë kohën. Ne duam dalë si dalë. Njerëzit jashtme që kanë jetën shumë të ngjeshur ose me shumë nxitim, e planifikojnë kohën. Planifikojnë kohën për shembull 20 minuta, gjysmë ore. Për shembull kam gjysmë ore të lirë, për gjysmë ore unë do shkoj dhe të dal, do takoj X. Gjysmë orë ose një orë. Më ka ndodhur që me njerëzit jashtëm, në fakt, të premten, fola me dikën në Amerikë, me video chat edhe vajti ishte 3:35, vajti 4:35, tha Altita kam shpenzuar tha 1 orë kohë me ty. Nuk kam më. Zoti do të kohë. Si puna alarmit të mëngjesit që ti pip pip ngriu. Kurse ne, ama vjen që jo po çfarë bash. Ose me kohën tonë që adhurojmë Perëndin. As pa vetë. Nëse e vu të re tek letra e Filipianëve që neve lexuam bashkë sot, kapitulli 4, Pali i thot tek pjesa e 2 të kapitullit 4, Pali përmend ndihmën që ata i dhanë, ne kontribuan, i dhanë para shpenzim që ai të hiqte shpenzimet, nga që ai udhtonte, sa në një qytet, sa në një shtet, ato filipianët i dërguan para që ai të kishte mundësi që të shkonte dhe të predikonte Ungjillin. Edhe Pali thot, shiko thotë, jo se kam nevojë, jo se më pëlqen kjo lloj mënyre të jethuarit që bëhen parazitët i të tjerëve, se këtë nën kupton mes vargjesh Pali. Por thotë unë desha që juve ajo çfarë ju po kontriboni po jete ti jep për llogarinë tuaj, sepse vargjet e tjera, fjalët e urta për shembull, na mësojnë që e di si thotë, fjalët e urta, nëse ti thotë ndihmon dikën në nevojë me diçka edhe madje me para, ti i ke dhënë borxh Zotit. E kuptoni? Ti i ke dhënë borxh Zotit. Nuk e di, e thash këtë ti e kuptoni sepse Perëndia që ka gjithçka, kujdeset për të gjithë, edhe nëse neve ndihmojmë dikë, edhe nuk na e di për falënderit, ose nuk ka mundësi që të na kthej, Zoti thotë, më ke dhënë borxh mua. Ta kam unë borxh. Po a mendoni që me të vërtet kaq lart jemi neve sa i kemi dhënë Zotit borxh? Gjatë javëve në vazhdim, fatkeqësisht neve vetëm të dielën kemi, që unë do mundohem që kemi një seri mësimesh që do të mbulojmë së bashku. E para është lutja. Do të mësojmë gjatë kohës që neve kemi lutjen, unë sot do bëj një prezantim të këtyre temave. Lutja edhe është dikush që shpenzon kohë duke folur me Perëndin. Edhe disa njerëz që kanë studiuar për një kohë gjatë dhe kanë shpenzuar kohë me fjalën e Perëndisë tonë, i është si palestër shpirtërore lutja, që ti ushtrohesh gjithmonë duke u forcuar shpirtërisht në Zotin. Disa shembuj në Bibël kemi Danielin, kemi Davidin, që ata luteshin 3 herë në ditë. Për shembull, nëse do të lexonim nga Danieli kapitulli 6 vargu 10 thuhet, kur Danieli mësoi, ishte nështruar një dokument që ndalohesh rrethësisht lutja një zoti tjetër, se ishte mbreti Nebukadnezar në pushtet, dhe ata thoshin e konsideronin mbretin si Zot. Edhe kur ti lutej, duhet të lutesh o Zot, në mbreti im Nebukadnezar, të lutem ndihmo për X gjë. Edhe Danieli kur mësoi këtë dokument që ishte nënshkruar, që kishte hyrë në fuqi, ishte vulosur me unazën e mbretit, hyri në shtëpinë e vet, pastaj në dhomën e tij të sipërme, me dritaret e saj të hapura në drejtim të Jeruzalemit, domethënë që dritaret dukeshin dhe shikoi çfarë bëhej. 3 herë në ditë gjunjëzohej dhe lutej dhe falenderonte Perëndinë e tij siç e bënte zakonisht më parë. Ata që kërkonin që i thurën plan Danielit, ata e dinin se çfarë bënte Danieli, ndaj dhe donin që ta zenin më. Kolosianët na thotë, ngulmoni duke u lutur, duke ndenjur zgjuar me falënderi. Kemi një pjesë tjetër që do ta ndalemi së bashku, është meditimi, në të cilën futet fjala e Perëndisë ose gjëra të tjera që ja vlen të marrim vëmendje.
Te Psalmi 1:2, m'falni, kapitulli 1 vargjet 1 dhe 2 na thuhet: "Lu njeriu që nuk ecën sipas këshillës të pabezëve." Çfarë është këshilla? Është fjalë. Fjala e dikujt, një personi, një njeriu që nuk është, në këtë rast nuk është Perëndia, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashkë me tallësit. Pra nuk e marr, nuk mediton, pra neve mendojmë, arsyetojmë, pastaj flasim. Kështu duhet jetë procesi, ëh, pavarësisht se si është në realitet. Por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. Filipianët kapitulli 4 vargu 8 që ne lexuam, thotë së fundi vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, pra këto duhet mendojmë, në këto gjëra duhet meditojmë. Të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lotëm, këto mendojmë. Ne duhet ta ushtrojmë mendjen tonë duke zgjedhur mendime të mira, të pastra, të drejta, të vërteta, hyjnore, të shenjta. Ë Në seritë e mëparshme që neve u ndalëm së bashku gjatë muajit janar, neve pam që mendja është një vegël shumë e fuqishme. Nuk e di se mund të thuash vegël, se mund ta emëroj. Por por mendja është shumë e fuqishme. Edhe në fakt mund të bëhet arma jonë më e fortë ose arma jonë më e dobët. Ne me mendjen tonë zgjedhim që t'i japim vetes tonë kënaqësi, paqe, qetësi. Neve me mendjen tonë zgjedhim që t'i japim mendjes tonë ose trupit tonë, jetës tonë vuajtje, probleme, shqetësime e kështu me radhë. Ja Klodi pak më përpara tregoi shembullin me sobën. Mbajtje bleu sobën të përdorur, nuk e ulesh, rrinte temperatura lart, rrinte aty te soba, priste që ti piqej buka. Pra nëse ti shkon dhe e vlen të re, je i qetë, ke paqe mendje sepse është e re. E provon. Sapo i hapi vetes të lash. E kështu me radhë. Agjerimi është një pjesë tjetër që neve do të ndalemi. Zakonisht shoqërohet me lutje. Në ke parasysh kur thot pini këtë kokrën edhe shoqërohej me një gotë ujë 250 mililitra. Agjerimi shoqërohet me lutje që janë të vazhdueshme. Edhe gjithashtu meditimi shoqërohet duke lexuar vargje biblike. Agjerimi gjithashtu shoqërohet me lutje dhe me meditim duke lexuar vargje biblike. Disa vargje që pasazhe t'ju lexoj. Tek Neemia kapitulli 1 vargu 4 thotë: "Sa i dëgjova këto fjalë, u ula dhe qava." Ishte një problem që nuk Perëndia kërkonte që të ndërtonin tempullin, murin, edhe ata nuk, askush nga kombi i Izraelit nuk u ngrit. Neemia sa dëgjoi këtë thotë, u ula dhe qava, pastaj mbajta zi disa ditë me radhë, agjerova dhe u luta përpara Perëndisë së qiellit. Shpeshherë kur neve përballemi me probleme, ose edhe me vendimarrje që janë të rëndësishme për jetën tonë. Tek Esteri, mbretëresha Ester, po ta lexoni, është histori shumë interesante. Kombi i Izraelit në atë kohë ishte gati për t'u marrë në skllavërinë të plotë. Edhe në fakt ata po tentonin nga Siria që t'i zhduknin fare si kohë. Po ishte shumë e rëndësishme në atë kohë sepse po flasim që do të vinte fara e shpëtimit që është Jezusi. Edhe Xhaxhai i Esterit i thotë: "Shiko, tani ti ke mundësinë për t'i dhënë lavdi Zotit duke i shërbyer atij. Po të shkoje të flisje për mbretin e Sirisë ishte një lloj sikur ti kërkoje vetes tande vdekje. Domethënë do thotë dëshiroje vdekjen. Thoja ti flisje mbretit, ta hapi gojën përpara mbretit edhe të flisje, është një lloj sikur thosh, hajde më vrit." Dhe Esteri tha: "Shiko, unë do bëj këtë gjë, por shkoni dhe agjeroni dhe lutuni për mua 3 ditë me radhë. Edhe të njëjtën gjë do bëj unë. Dhe mbas 3 ditësh ajo vendosi që të shkonte tek mbreti." Është një mënyrë praktike shumë e mirë edhe për ne. Kur kemi vendimarrje të vështira që na rrezikojnë edhe të ardhmen tonë, le të mendojmë këtë si praktikë. Të lutemi, të meditojmë te kjo pjesë. Zoti do të ndriçojë. Nuk e dim se si, se puna e bukur ajo është se neve kërkojmë që ta në moment për zgjidhje. Nuk kërkojmë që të lutem t'ia parashtrojmë Perëndisë. Këtë do ta edhe shumë gjëra tjera do të mësojmë te kjo pjesë pra. Meditim, agjerim, lutje me Zotin. Edhe Zoti gjithashtu na thotë, mos u lusni dhe mos agjeroni kështu të dilni për të dukur, por e bëni ata në shëtësi, thotë Jezusi. Këndimi, të kënduarit siç neve bëjmë së bashku, mbase neve nuk jemi ose mund të themi që nuk jemi gjikundi për të kënduar me zëra e kështu me radhë, por të paktën neve i këndojmë Zotit me zemër, edhe për t'i dhënë atij lavdi. Davidi thotë tek Psalmi 71 vargu 24 thotë: "Edhe gjua ime do të flasë tërë ditën për drejtsinë tënde, sepse janë të kuruar dhe janë mutuar ata që kërkonin të më bënin të keqe." Aty nga mesnata, Pali, është tek Veprat 16:25, Pali dhe Sila po luteshin dhe i këndonin himne e Perëndisë dhe të burgosurit i dëgjonin. E futën Palin me Silën. Do ta mësojmë më vonë. Pali nuk ishte çfarë bënte. Edhe aty ishte në fakt ai ishte po priste dënimin me vdekje. Edhe e di si mbanin atëherë. I thusnin kështu, durët me dru,
qafën, kokën, domethënë kokën e fusnin në dru të mbërthyer, edhe këmbë. Ulu. Po për një kohë të gjatë robi mpihet. Pali fillon dhe këndon adhurim Zotit, i këndon lavdim Zotit, i lutje Zotit. Me zot lartë, edhe njerëzit, edhe të burgosurit e tjerë dëgjojnë. Zoti dërgoi angjëllin e tij dhe i bari që to të vinin. Dyert e qelisë të hapeshin, pali nuk as ja mori mundimin që të shkon që të largohej. Edhe i thirri rojës, jemi këtu, thotë mos tento të vrasësh vetë, sepse i dinte. Në kohën e romakëve ishte diçka interesante që nëse dikush nuk bënte detyrën siç duhej, një ushtar romak, edhe siç ishte me burgosun, nëse do ikte ndonjë i burgosur, ata dënoheshin me vdekje. Edhe i tha, më mirë po vras vete sesa të turprohem, të turprohet familja ime, njerëzit e mi, të afërmit e mi, duke më thënë që nuk u bë detyra siç duhet të gjykohej dhe pastaj do të dënohej me vdekje. Pali i thret dhe thotë shko thotë mos e bëj. Oferta, durimi, bamirësia, si mund ta themi. Kontributi që neve kemi çdo të ditë. Është shumë i rëndësishëm, është pikërisht ajo që përmenda pak më përpara që nëse neve ndihmojmë dikën në nevojë i japim borxh Zotit. Diçka që ne mund të kënaqim Perëndinë dhe të bekohemi. Në fakt, neve na duket sikur është bekim që neve të marrim, sesa të japim. Por kënaqësi më të madhe ndjen kur ti jep dhe ndihmon sesa kur merr. Dhe mos harroni bamirësinë, thuhet tek letra e hebrejve, dhe t'u jepni ndihmë të tjerëve, sepse Perëndisi i pëlqejnë flijime të tilla. Dhe në çdo gjë që ju kanë treguar, se duke u munduar në këtë mënyrë, duhet të ndihmoni të lëngatët dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, i cili tha: "Ka më shumë lumturi të japësh se sa të marrësh." Këtë gjejmë tek Veprat e Apostujve 20 vargu 35. Të mbledhurit së bashku, adhurimi është pse e bëjmë neve këtë, dhe shpeshherë neve mund ta neglizhojmë këtë për arsye të ndryshme, i japim rëndësinë diçkaje tjetër në jetën tonë. Edhe neve themi jo këtë diel, herës tjetër. Në Amerikë edhe mua më ka qelluar kur isha 2015. Atje vinin njerëzit me oksigjen, me bombën me oksigjen me vete. Kishte nga ata që pleqe ishin të fuqishëm mjaftueshëm sa ecin edhe të rriqnin me bombën e oksigjenit, ose kishin një karrocë të vogël kështu me si ato çantat me rrota që shkon për të bërë pazar. Pra e zgjedhin shumë të rëndësishme, por një shqiptar nuk do ta bënte një gjë të tillë. Do thoshte, "Oh, jam smur." O, shkonte unë jam me oksigjen. Nuk do vete për adhurim. Të nxisim njëri tjetrin në Zot është shumë e rëndësishme. U gëzova kur më thanë shkojmë në shtëpinë e Zotit, thot Psalmi 122 vargu 1. Dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira, pa hequr dorë nga të mbledhurit së bashku. Sikur se kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shihni titën që po afrohet. Hebrejnë kapitulli 10 vargu 24 dhe 25. Mikpritja është edhe diçka tjetër, një futet një pikë tjetër le të themi, ose një temë që futet tek pjesa e disiplinës shpirtërore, duke treguar mirësi të panjohurve, të cilët shpesh rezulton në një bekim. Mos harroni mikpritjen, duhet tek hebrejnë përsëri, sepse disa duke praktikuar e pritën pa ditur engjëj. Abrahami, në fakt kur ishte me Sarën dhe nuk kishin fëmijë, shkojnë angjëjt e Zotit dhe e vizitojnë dhe duke i konfirmuar që ata do të kishin fëmijë, edhe Sara ishte 90 e ca vjeç, edhe i tha që ti do të kesh fëmijë, Sara që qeshte. Në një 90 vjeçare këtu nuk ecën dot. Janë të pakta ose të rralla ato që janë të fuqishme mjaftueshëm që të ecën. Por gjatë kësaj kohe Abrahami i shtroi atyre një drek, i mirëpriti kur vjen dikush në shtëpinë tonë. Dhe ne e kemi si thuar si virtyt ose si praktik mikpritje. Ose një nga gjërat që neve shjuhemi si shqiptarë deri në pare ku te kana mikpritjes. Tani ka ka edhe kështu të tjerë që se vjen nuk zjarr hiç, po shumica dërmuese është e tillë, pra është mikpritës. Mësimi tu ka më shumë ka të bëjë me faktin që ne kur mësojmë edhe të tjerët për fjalën e Zotit. Në fakt, mësimi ka më shumë dobi për mësuesin sesa për nxënësit. Edhe është e vërtetë që kur studion për vete, mëson më pak. Kur studion edhe për të tjerët, edhe për ta ndarë atë në të tjerët, mëson më shumë edhe ndihesh si thua më i plotësuar. Edhe kur e bën këtë gjë ti mëson më shumë, rritesh më shumë, ushtrohesh më shumë në Zot. Sepse ndonse tashmë duhet të ishit mësues sot letra e hebrejve, kapitulli 5 vargu 12 dhe 14. Keni përsëri nevojë të mësoni njohuritë e para të orakujve të Perëndisë dhe keni nevojë për qumësh dhe jo për ushqime të forta, sepse kushdo që ushqehet me qumësh nuk ka përvojën e fjalës së drejtësisë, sepse është fortë. Kurse ushqimi i fortë është për të rritur të cilin nga përvoja i kanë të zhvilluar apetit për të dalluar të mirën dhe të keqen. Keni vënë re që neve kur patëm fëmijë të vegjël merrnim dhe biberon me vete, apo që i jepshim qumësht, por me rritjen e tyre neve erdhën dhe marrin byrek me vete.
Ke të llafën vete, nuk marri më biberonin me qumësh. A nuk do nëse do të shikonit jo Elin tani me biberon në dorë që pinte qumësh, si do ndihesh? Nuk do të thoshë: "O sa i bukur, sa i lezetshëm, sa i këndshëm", ju do thoshë: Pra, çdo gjë ka kohën e vet. Edhe për neve sot, kur neve ndihemi në të lloj mënyre, në të lloj forme, pas kaq shumë vitesh neve përsëri jemi akoma me qumësh, do të vi keq apo jo? Do thosh: "Oh, ka një problem, ka një që nuk është zhvilluar siç duhet", apo jo? Nuk do ndihesh me atë lloj kënaqësie, siç ndjen me atë fëmijën e vogël, po do më vonë, pas një kohe shumë të gjatë, do ndihesh keqardhur nëse do shikonin ti kaqët me biberon.